Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Dhe me qenë se imami ndërum edhe ilahisti i mirënjohur e mbylli këtë moment me një ilahi që mbledh cepat e trojve tona shqiptare, edhe përmend heroin ton të madh kombëtar Adem Jasharin. Unë ju ftoj që ta nisim këtë mezhlis me një fatiha për shpirtin e kretë dëshmorëve tanë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhe sa bukur është që me e nisë me gjlisin e kësaj mramje të bekuar me një përkujdesje të veçantë për emrin e madh të madhit të imamëve fuqaha të ummetit ton islam, zotnisë ton të madh, Imam Abu Hanifes, me mësimet dhe udhëzimet e të cilit Zoti i gjithësisë na ka udhëzuar në këtë fe të mallnueshme islame dhe na ka bërë që me erujt këtë traditë të pastër të udhëzimit dhe drejtimit nga dashnia e Allahut Azza wa Jall nëpërmjet kësaj shkolle të madhe, mirësitë e të cilës prezantojnë si një diell që nuk shuhet asnjëherë. Të gjitha salavatet dhe selamet më të përzemërta i dërgojmë në këtë mramje dhe në çdo moment të jetës sonë më të mirit edhe më të shtrenjtë të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili ishte shembulli më i mirë për çdo gjë në jetën tonë. Dhe në shembullin e zotnisë së tij mësojmë çdo gjë për të cilën ne kemi nevojë në jetën tonë. Shumë i dashur dhe i nderuar kryetar i xhamisë së Imam Abu Hanifes, vëlla dhe mik i dashur dhe i shtrenjtë, zotni Sunaj Osmani, të dashur të shtrenjtë xhamat i kësaj xhamie. Edhe unë po e bëj veten pjesë të këtij xhamati, edhe u gëzova pafund gjatë kësaj vizite në mesin tuaj, edhe e niva veten si një pjesë e mungume e këtij mozaiku të bukur me të cilin Allah Azza wa Jall ju ka begatuar e na ka begatuar të gjithëve ne. Në fakt, dëshirën e kryetarit tuaj të nderuar për të marrë pjesë sonte në këtë mezhlis edhe me fol për këtë temë, e prita me kënaqësi shumë të madhe, për disa arsye. E para se ka disa kohë që kur flitet për kombin edhe flitet për kontributet e muslimanëve në çështjen kombëtare, e disa çuditërisht edhe paradoksalisht na drejtojnë gishtin si të ishim një pjesë e huaj e këtij kombi, dhe sikur ne dhe baballarët tanë të mos kishim asnjë kontribut. Edhe kjo shumë e çuditshme. Edhe ju dëgjoni pafund edhe sot e kësaj dite nga të gjitha anët. Subhanallahu, disa thirrje shterpë, që nga një herë vijnë nga jashtë, e nga një herë edhe nga një çoshk i ndryshkur, i pluhurosur, i ndonjë mimberi, ndoshta me ndonjë kam të thyer, që don me tregu se ne në çështjen kombëtare nuk kemi asnjë kontribut, e ne unë të jemi problemi. E në fakt, ne jemi zgjidhja. E ne jemi kontributi. E ne, me dritën e baballarëve tanë edhe atyre që kaluan, e hoxhallarëve dhe prinzëve tanë fetar, jemi kryenalt. Dhe jemi pikë referimi për çdo njeri për t'i treguar se nëpërmjet udhëzimeve të Kuranit famëlartë dhe porosive të Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, e duam edhe më shumë tokën tonë, e vendlindjen tonë, e kombin tonë, e punojmë pa ndërprerje për të mirën e vatanit nëpërmjet këtij udhëzimi të pashuar, si një diell që rrezaton mbi ne për ta mbajtur gjithmonë në udhëzimin edhe rrugën e duhur. Dhe e jani t'ju tërheq vëmendjen dhe të vendos përpara jush një ajet të mallnueshëm të surës El-Hajj. Në ajetin 41. Allahu Azza wa Jall na sjell në vëmendje shembullin e atyre të cilëve i ka dhënë mundësi për të kenë dikush në këtë tokë,
dhe kjo tokë është krejt e Zotit. Dhe ata të cilët Allah Azza wa Jall i ka dhënë mundësinë dhe pushtetin për të kenë dikush në këtë tokë dhe që e realizojnë namazin, e japin zekatin, urdhërojnë për të mirë dhe e ndalojnë të keqen, Allahu Azza wa Jall thotë, regjistrimi i krejt këtyre veprave do të llogaritet nesër tek Allahu Azza wa Jall. Ndalun pak sa dhe ma jepni vëmendjen tuaj. A nuk është kjo një thirrje e mallnueshme për gjithë secilin prej nesh, me e pa veten tonë në pasqyrën e këtij ajeti kuranor? A jemi ne sot dikush në realitetet e vendit ku jetojmë, të vendlindjes, të xheut? A jemi ne dikush në çdo fushë të jetës, ku patjetër spikat kontributi i shumëkujt në mesin tonë? A jemi ne prej atyre që Allahu subhanahu wa ta'ala i ban meritor për të marrë këtë bekim hynor, për të marrë vullën e të dëshmuarit si ndërtues të tokës dhe të jetës? Por kujdes, me disa kushte, me realizimin e namazit, dhe kur themi realizimin e namazit, jo thjesht disa veprime të cilat ne i bajmë nga një herë dhe në mënyrë të pavetëdijshme. Realizimi i namazit duke nisur nga thirrja për të kenë njerëz të pastër, për të la gojen, për të la hunën, për të la durt, për të la kamt, për të la kokën, si simbolika të shtrenjta dhe të shenjta për të kthyer gjithë secili prej nesh, si një garanci për realitetin ku jeton dhe vepron, si për t'i thënë gjithkujt se nga gjuha ime nuk ka më ardhur asnjëherë keq, se kjo është gjuhë që është pastruar me ujin e abdesit, dhe është gjuhë që e përmend Allahun në takimin dhe adhurimin më sublim që është namazi. Kjo hunë që pastrohet me ujin e abdesit nuk do të hyjë ku nuk duhet dhe nuk do të mrapshtojë jetën e dikujt apo të shumëkujt prej njerëzve, qoftë prej rrethit të afërt apo te. Këto dorë që lahen me ujin e abdesit dhe këto kam që lahen me ujin e abdesit e kjo kokë që pastrohet me ujin e abdesit do të jenë për herë garanci për të vepruar e mira, për të ecë drejt të mirës, për të menuar të mirën, për të ndërtuar vatanin, për të respektuar kombin, për të respektuar tokën e Zotit kudo që Zoti na ketë vendosur. A nuk thot në Kur'anin famëlar se krejt kjo tokë është e Allahut Azza wa Jall? E që do të thotë se kudo që të jemi, ne që jemi halifët e tij mbi tokë, jemi në tokën tonë e në vatanin tonë. A nuk na mëson pejgamberi alayhi salatu wassalam me e dash tokën, të cilës i ka vendosur një llagep shumë të shtrenjtë dhe shumë të madh. E ka konsideruar dhe e ka quajtur atë nan. Ruajeni dhe përkujdesuni për tokën, sepse ajo është nana e juaj, dhe në ditën e gjykimit ajo do të dëshmojë për çdo hap që keni hedhë dhe për çdo vepër që keni bë mbi paqen e dheut. A nuk është kjo dëshmi shumë e madhe dhe një nxitje e jashtëzakonshme për gjithë secilin prej nesh për të bërë muslimani i sotëm dhe i çdo kohe një qytetar shembullor, një njeri që e don vatanin e tij dhe punon për të mi bazat e një udhëzimi të shenjtë dhe hynor që e udhëzon për herë drejt më të mirës, por jo vetëm namazi, që japin zekatin dhe thirrja për të dhënë zekatin është thirrja për të zhvilluar jetën, për të zhvilluar biznesin, për të zhvilluar tregtinë, për të kenë muslimani njëri i pasur, sepse pasuria në Islam është 2/5 e Islamit. Patjetër që do të thotë se namazi pa abdes a vlen, zekati pa pasuni a realizohet, haxhi pa pasuni a mund të kryhet, e si më thanë Allahu subhanahu wa ta'ala na thotë, o musliman, o të dashtun, o krijesat e mia, që më jeni bind dhe më keni thënë me zemër nga momenti i parë i dëshmimit të shahadetit, lebejk Allahumma lebejk, mos e leni mazdore jetën e kësaj bote. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Disa njerëz mendojnë se të dhanunit mas kësaj bote e prish fen. Të dhanunit mas kësaj bote për ta pas në zemër e prish fen, ndërsa të dhanunit mas kësaj bote për ta pas në dorë
është urdhër i prerë i kësaj feje. Dallim shumë i madh. Mos e harro hisën tënde të kësaj bote, e të kësaj jete, thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin famulart. Dhënia e zakatit është nxitje për zhvillim, është nxitje për zhvillu vatanin ton, shoqërinë ton, familjen ton, bashkësinë ton fetare, por jo vetëm. Ata që urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë të keqen, është një nxitje kuranore për të ruajtur paqen sociale dhe për të ruajtur disiplinën në hak të asaj çfarë vjen nga Zoti i gjithësisë. Që do thotë se muslimani, shqiptari musliman në këtë rast, është njeri i zhvillimit, është njeri i pastër, është njeri i paqes sociale, është njeri i zhvillimit dhe i disiplinës. E si mund të jetë ky problemi? Ky është zgjidhja e problemit. Në Kur'anin famulart, në surën Al-Baqara, Allahu Azza wa Jalla na tregon për lutjen e Hazreti Ibrahimit alayhi salam, që është edhe titulli i tubimit të kësaj imramje. Hazreti Ibrahimi lutej për Mekkën e bekuar, idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina, deri në fund të ajetit. Por kujto kur Ibrahimi tha, o Zoti im, fali vendit tim, fali këtij vendi siguri, si për të thënë se gjithë secili prej nesh merr një shembull të madh në Hazreti Ibrahimin alayhi salatu wasalam, për të cilin Allahu Azza wa Jalla na tërheq vëmendjen dhe thotë, ju e kishit një shembull të përsosur në Ibrahimin alayhi salam. Shembulli i përsosur në këtë rast është me thënë, o Zoti im, fali tokave shqiptare siguri dhe bekim nga ana e jote, ja Allah. O Zoti im, begatoi tokat shqiptare dhe vëllezërit dhe motrat e mi shqiptar kudo qofshin, ja Allah. A nuk është kështu? Ky ajet kuranor na thotë që teksa lutemi për begatinë dhe sigurinë e trojeve tona, e të çdo vendi ku ne veprojmë dhe punojmë, njëkohësisht na nxit që ne të punojmë për realizimin e kësaj duaje nëpërmjet shembullit personal. Se çfarë kuptimi ka me thënë, o Zot, fali tokave tona, fali atdheut tim, vatanit tim, siguri, dhe unë me ba të kundërtën e kësaj për të cilën lutem. Çfarë kuptimi ka me thënë, o Zot, begatoje vendin tim, qytetin tim, fshatin tim, dhe me punu për të kundërtën, do të ishte hipokrizi, dhe muslimani kurse si nuk është hipokrit. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Lexoj në tefsirin e këtij ajeti të mëndshëm. 1. Lutja më e madhështore është ajo për sigurinë e vatanit, sepse luftrat janë shkatrim, ndërsa vendi i sigurt është bekim nga Zoti për jetën. Allah. Lexojmë në tefsirin e këtij ajeti. 2. Një mjek udhëtoi drejt një vendi në mirëqenie. Thotë, sikurse e lexoj në tefsir, se gjatë fluturimit na u drejtuan nëpërmjet mikrofonit në gjuhën angleze siç vijon. Të nderuar pasagjerë, ju po vini në vendin më të sigurt. Keni mundësi të shëtisni me gruan tuaj edhe në orë të vona të natës, pa pasur frikë nga diçka. Allah, ndalu pak sa dhe thuj, nëpërmjet këtij ajeti kuranor, a nuk jam i ftuar unë si musliman me punu që vendi im të jetë i sigurt, që në vendin tim të ketë paqe sociale dhe garanci për çdo njeri që e viziton atë? A nuk është kjo një thirrje nga Zoti i gjithësisë për të bërë gjithë secili prej nesh qytetari shembullor në tokën e tij, në vendin e tij, për të gjallëruar dhe për të lulëzuar toka e tij, vendi i tij, qyteti i tij, fshati i tij, nëpërmjet çdo hapi që ai hedh mbi tokën e atij vendi, e nëpërmjet çdo aktiviteti që ai kryen me dorën e tij në atë tokë dhe në atë vend, e nëpërmjet çdo adhurimi e lutjeje që ai bën i përulur përpara Zotit të gjithësisë, të dashtun dhe të shtrenjtë. Merrni paksa në hatrin tuaj pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe përfituroni paksa ma të dashtunin e krijesave të Allahut, edhe ma të mirin e gjithësisë, Hazreti pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, ju basha kurban me babën nan, duke u largu nga Mekka
edhe duke i shku e syt lot. Allah, përse qanë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Përse qanë? Përse ata dy sy të bukur, ma të bukri që ka pa ndonjëherë njerëzimi lotojnë? Sepse është i detyruar sallallahu alaihi wasallam të lërë vendlindjen e tij. Është i detyruar t'i kthej shpinën Mekës. Është i detyruar t'i kthej shpinën atij vendi ku për herë të parë ka thith ajrin, e ku për herë të parë ka pa nanën e tij, zonjën Amine alayha ridwan, e ku për herë të parë ka hedh hapat, e ku për herë të parë është begatu me pamjen e Qabës e Hazreti Ibrahimit alayhi salatu wasalam, e ku për herë të parë, e ku për herë të parë, e ku për herë të parë në një natë të bekuar të një Ramazani, të papërsëritshëm, një za jo toksor i thot, lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë, dhe lajmërohet në mënyrë të përbotshme se Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vula e dërguarve të Allahut. Si me ja kthy shpinën kësaj vendlindje? Si me ja kthy shpinën këtij vatani? Prandaj thot, pasha Allahu në Mekë, ti je vendi ma i dashur i Allahut tek Allahu, edhe ma i dashur i vendi i Allahut tek unë, e sikur populli im mos më nxirrnin, nuk do të isha largu prej teje. Dhe më duket se në shembullin e pejgamberit alayhi salatu wasalam keni një hise sa do pak edhe gjithë secili për jush, që jeni detyruar për një arsye një tjetër, jo nga dëshira e zemrës tuaj, me i kthyr shpinën vendlindjes, me i kthyr shpinën atë dheu tuaj, tokës tuaj, vendit të baballarëve, ndoshta me lot përfaqe, e tu ulut tek Allahu azza wa jall që mos me pas ndamje ndërmjet jush dhe tokës tuaj, e me u rikthy në një ditë përsëri në tokën e baballarëve, e me umur zemra me gëzimin e rikthimit në tokën e baballarëve. U largu nga Mekka duke u lut për Mekën, por mbriti në Medinë dhe e zhvilloi Medinën si të ishte Mekë dhe ma shumë se Mekë, që do thotë se muslimani nuk është thjesht përgjegjës për vatanin e tij dhe vendlindjen e tij, ku ka hap syt për herë të parë në këtë botë, por është njeri i përgjegjshëm para durve të Allahut azza wa jall, edhe për çdo tokë e cila e mirëpret dhe i krijon mundësinë për të jetuar si të ishte një vatan i dytë. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam lutet dhe haxhilerët dhe umregjit e dinë dhe e shijojnë begatinë e kësaj lutje, kur pejgamberi thoshte Allahumme jepi begati dhe mirësi Medinës saq i ki dhanë Mekës edhe një herë më shumë. Edhe ti e kupton sa më rrinë në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thu Allahu Ekber, nuk ka vend ma të dashtun, e ma të shtrajt për zemrën, e ma të amël, mi faqen e dheut se sa Medinja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Është bashku në të amëlsia e vendlindjes, madhështia e profetit alayhi salatu wasalam, vendi që Allah azza wa jall e ka përzgjedhur për pejgamberin alayhi salatu wasalam, krejt të mirat e botës. Do t'i mëson se kudo që të jesh, lutu për atë vend që të ka hap dyert dhe të ka pranuar me uba, si të ishe një prej banorëve të atij vendi, lutu për te siç lutesh për vendlindjen tënde. Në këtë mënyrë mësojmë se pejgamberi alayhi salatu wasalam punoi për sigurinë e tokës, për mirëqenien e tokës, për paqen sociale në mesin e njerëzve, për familjen e shëndosht, për zhvillimin e jetës dhe fol pa fund në këtë drejtim. E bekoi veprimin e sahabiut të dashur, Temim ad-Dari. E dini se çfarë bani ai zotni? Erdhi në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe nuk ishte në kushtet luksoze të kësaj xhamie madhështore ku jemi sonte. Ishte shumë e thjeshtë. As ndriçim nuk kishte si ndriçimi që kemi ne sonte, por kishte fenerin më të madh, edhe më ndriçues të historisë së njerëzimit. Kishte pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dritën e Allahut mi faqen e dheut. Hyri në xhami natën dhe pas xhamia ndriçonte. Kishte dritë, shkëlqente. Sa çfarë ka ndodhur? Hazreti Temim ad-Dari kishte sjell disa kanila me vaj për të ndriçuar xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam.
e bekoj veprimin e tij tha na ndriçoj xhamin ton, e ndriçoft Allahu. Si për të na thanë se çdo kontribut për të mirën e komunitetit, e bashkësisë, e vendit, e adheut, e tokës ku jetojmë dhe punojmë, ka bekimet e Allahut Azza wa Jall deri në ditën e gjykimit. Dhe me lejoni që nga kjo piknisje të kthehem tek një çështje që është shumë e rëndësishme për ne. Ka një numër të palogaritur tekstesh, argumentesh shkencore, rrëfimesh dhe shënimesh e gjurmësh historike që vërtetojnë për kontributin e hoxhallarëve dhe muslimanëve përgjatë shekujve për çështjen kombëtare. Si jo, pas gjithë kësaj që lexuam dhe kuptuam nga një ajet i vogël, a një ngjarje e vogël nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe koha nuk lejon që të thellohemi më tepër. Gjejmë se në revistën Zani Inalt, një revistë e mirënjohur për kontributet e muslimanëve në vitin 37 konkretisht, lexojmë se feja islame, si fe e vërtet që është, kjeçmuaj prej shqiptarëve dhe pa të filluar u përhap në Shqipni qysh para kohës së Skënderbeut. Prandaj nuk ka çudi që të përpjekim me emra muslimanësh ndër burra shqiptar që kanë jetuar edhe para Skënderbeut. Kleri musliman shqiptar kjenë ata që dhanë kontributin ma të madh në ruajtjen e gjuhës kombëtare, sepse ata mësimet, këshillat dhe predikimet fetare i banë në gjuhën shqipe. Ne lexojmë fjala bie për kontributin e madh të Hoxh Vokës, i cili thot fjala bie se muslimanët e vërtet, përsërit te ai gjithmonë, duhet ta dinë se feja islame urdhëron me e dasht atë dheun. Sikur se gjejmë në librat e historisë se rreth vitit 1888 Hoxh Voka mundi të bajë për vete në Dibër një grup të rish, plot etje për mësim të gjuhës shqipe, e këtyne në shenjë dashunie u dhuroi një abetare. Ne lexojmë për Hoxhën e Madh, edhe personalitetin e shquar të kombit shqiptar, Hoxh Hasan Tahsinin, i cili thuhet se është i njoftun jo vetëm si një idealist i dorës së parë të kombit shqiptar, por edhe si një shkencëtar e filozof i ndëgjuar që është nera dhe lavdi i kombit tonë. Ka lindur në 1811 në një natë të Konispolit në Qamëri. Hoxha Tahsini ishte i mendimit që të krijohet një alfabet thjesht i veçantë që mos të shembullonte as me shkronjat arabe, as me shkronjat latine. E kam gjetur të shkruar se një kopje këtij alfabeti ndodhet në dorë të zotni Hafiz Ali Korçës. Hoxhallarët tanë kanë kenë për herë në krye të çdo lëvizje për të mirën e atëdheut. Dhe kush ju thot të kundërtën, bie ndesh me historinë, me argumentet dhe me logjikën e pastër. Lexojmë në revistën Kultura Islame, fjala bie në vitin 1941, një poezi shumë interesante për flamurin shqiptar. U thot kështu: flamuri shqiptar kryenalt valon në erë edhe në ngjyrat e tij, vllaznit e shpërdam bashkon mas fundi, gazmenshëm e të përflakët madhëngjyeshëm, për dashni të amël të atëdheut rrahin zemrat tona. Lexojmë dhe na vinë shumë të dashtuna fjalët e Naim Frashërit, i cili thotë se gjithë që jemi shqiptarë, jemi një fis e një farë, kemi tërë një shpresë, një gjak, një gjuhë dhe një besë, besë kemi Perëndinë dhe ligj vëllazërinë. Lexojmë dhe kuptojmë se historia nëpërmjet argumenteve na tregon se një komb, një popull ose një shoqëri njerëzore që nuk mand të lidhur në angushtësisht marrëdhëniet shpirtërore me kujtimet e shenjta të brezave të kaluara, një vend që mohon shtratin themelonjës të rezistencës së gjakut e të racës me të cilët është gatuar gjatë udhëtimit të shekujve, si përfundim tragjik i humbet tiparet e vërtetësisë etnike dhe i bjerë
cilësitë e shquara të ndjesive bujare e fisnike. Që do të thotë se ne kemi për borxh para durve të Allahut, e para pejgamberit alayhi salatu wasalam, e para shpirtrave të dëshmorëve të kombit e të adheut, me përkujtu për herë më tepër prinësit tanë që na edukuan me dashnin për adheun, me u kthy nga feja e jon që na nxit në vazhdimsi për të kenë njerëz ndërtues të vlerave në tokën tonë, në adheun tonë, me rujt ekuilibrat e harmonisë, të bashkëtesës me çdo komunitet, edhe nëse është ndryshe prej nesh, dhe me jetu të gjithë, siç thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur kaloi gjenazja e një muslimani dhe u ngrit në kam, dhe i thanë ja Rasulullah, nuk është musliman, sa nuk është njeri, sepse Islami ka ardhur për të vlerësuar njeriu si krijesa më e dashur e Zotit të gjithësisë, ndërsa llogaria e gjithë secilit prej nesh, musliman e jo, është vetëm tek Allahu azza wa jall. As unë nuk mund bëj llogarinë tuaj, as ju nuk bani llogarinë time, as ne nuk bëjmë llogarinë as kujt jashtë kësaj xhamie, as kush nga jashtë nuk bën llogarinë tonë. Llogarinë e bën vetëm i Zoti i llogarisë, ai që na ka dhënë shpirtin dhe për cilin rreh zemra e gjithë secilit prej nesh. Për ta përfunduar, kontributet e hoxhallarëve tanë shqiptarë kanë qenë të dukshme dhe evidente edhe jashtë vendlindjes së tyre. Dhe këtu është gjurma dhe shembulli i gjithë secilit për jush, që edhe pse jeni largu nga vendlindja, e keni kthy mërgatën në një copë të shenjtë dhe të shtrenjtë vendlindje. A nuk është kjo xhami një tokë, një copë e shtrenjtë e aromës së adheut nëpërmjet kontributit tuaj? A nuk janë xhamit e shumta që shqiptarët musliman kanë ndërtuar në këtë tokë edhe përtej kësaj toke, një gjurmë e beslidhjes së tyre të sinqertë dhe për kushtimit të tyre të madh për dashninë e Allahut, për dashninë e adheut, për rujtjen e gjuhës shqipe, për dëshmimin dhe leximin dhe interpretimin bukur të kësaj feje nëpërmjet kësaj gjuhe të amël shqipe. A nuk i bajmë mësimet tona, ligjërimet tona, tribunat tona, takimet tona, mbledhjet tona, gëzimet tona, hidhrimet tona, çdo gjë në xhamit tona në këtë gjuhë të bukur shqipe, si të thush, edhe pse jemi largu nga vendlindja, ne nuk e kemi harru dhe nuk e kemi largu vendlindjen nga jeta e jonë dhe nuk mund ta bajmë dot. E kjo xhami na përforcon edhe më tepër këtë bindje se me këtë islam, e me këtë besim, e me këtë madhështi që Zoti na ka dhënë nëpërmjet këtij udhëzimi, ne e ruajmë si askush tjetër lidhjen me vendlindjen tonë dhe kontributet tona të vazhdueshme për fejen tonë dhe kombin tonë e adheun tonë. E përfundoj me një rast që gjithsesi reflekton realitetin tuaj. Ashtu sikurse ju sot e shumë prej vëllezërve të pranishëm të xhamive të tjera shqiptare në këtë tokë, edhe hoxha i madh Myftiu i Shkodrës dhe i Prizrenit së bashku, kur Shkodra dhe Prizreni e Gjakova ishin një tokë dhe një kufi, e një vend i përbashkët, Sali Efendi Myftia, që ka jetuar në periudhën 1891-1978, kur emigroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikurse e kam gjetur tek gazeta The New York Times, me 13 nënor të 1972-shit. The New York Times lajmëron se atë ditë e hanë, në rrugën Albert Mill 1325 në Brooklyn, u ngrit xhamia e re e komunitetit musliman të shqiptarëve të Amerikës me iniciativën e kryemuftisë Sali Efendi Myftia, 80 vjeç, dhe nuk ka nevojë me fol më shumë. Ne kudo që kemi qenë, e kudo që jemi, e respektojmë përkatësinë tonë, i respektojmë vlerat tona fetare dhe kombëtare, punojmë për të mirën e gjuhës tonë dhe esim në gjurmët e abetarëve të hoxhallarëve tanë, të cilët na mësuan me e shkruaj bukur, e me e lexu bukur, e me u shpreh bukur në këtë gjuhë të begatë e në këtë gjuhë të amël shqipe. E unë me këtë gjuhë të pastër e të mirë, e me këtë bekim të madh të Zotit, po lutem për gjithë secilin për jush, duke ju falendëruar për durimin, e duke ju shpreh gëzimin tim më të madh për këtë mramje të paharruar,
e të lutem me zemër që Allah Azza wa Jall të na begatoj, ne dhe tokën tonë, e vendlindjen tonë, e adeun tonë, e trojet tona shqiptare, e çdo vend dhe çdo pullam toke ku punojnë dhe jetojnë shqiptarët. E t'i kthej Allahu Azza wa Jall nga drita e dashurisë së tij për të jetuar shqiptarët kudo në botë me dinjitetin e krijesës më të dashur të Zotit, për të rrezatuar shqiptarët kudo në botë, mirësi dhe bekim dhe për të bërë fëmijët e shqiptarëve në çdo fushë të jetës prej atyre për të cilët Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin famlar, atyre që kur japin pushtet dhe e falin namazin dhe e japin zekatin dhe urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë të keqen në klapa, këta janë garanci për çdo vend, jo vetëm për vendlindjen dhe vatanin e tyre. E llogaria e veprës së tyre do të jetë nesër tek Allahu Azza wa Jall në klapa, shpërblimet më të mëdha për një jetë të kaluar me përkushtimin më të madh për Zotin e për tokën. Allahu ju dashur ju begatoft, ju dëshiroj çdo të mirë dhe bekim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam i nderuar. Faleminderit. Në emër të xhamis, në emër të kryesisë, në emër të kryetarit, vazhdon në emrin tim, do të falenderoj shumë. Kryetari ka shpreh dëshirë që për ju po jam në një fakt. Në shenjë falënderimin për Allahun në tim do të dërguar shkurës Imam Muhammed Sidari për përgjigjen e tij pozitive. Lusë Allahu në shpëndem, do të rinjë. Shumë faleminderit. Ne këtu. Shumë faleminderit.